Faktori i dytë që shpeshherë është keq kuptuar dhe është shndruar në pengesë ndaj zhvillimit ka qenë kultura e lavdrimit varfënisë, apo kultura e preferimit të varfërisë ndaj pasurisë. Kjo kulturë ka ardhur si rezultat shpeshherë i nxjerrjes nga konteksti i shumë pikpamjeve të dietarëve, mendimtarëve, të cilët kur kanë folë për varfëninë dhe pasurinë kanë folë në kontekstit e tyre të caktuara. Dhe momentin kur këto citate, këto pikpamje të mendimtarëve, të asketëve, të filozofëve të ndryshëm islam, janë nxjerrë nga konteksti dhe janë mbështetur me shkrime të gjata duke u bërë libra. Pastaj këto libra duke u shndruar në ligjerime të vazhdueshme nëpër xhami dhe nëpër podiume, kanë arritur me dëpërtu gradualisht nën vetdijen dhe ndërgjegjen kolektive. Më e keqja është se këto pikpamje, të cilat e lavdrojnë varfëninë ndaj pasurisë, kanë kalu pastaj në një nivel tjetër, që ato janë pasi aksioma të vizionit islam, pra janë fetarizu këto pikpamje, përkundrazi feja e mirëfill dhe citatet e fesë janë në kundërshtim të plot me këto pikpamje.